Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Koha, jemi bashk me emisionin më të ri, e pim një kafe bashk, ku përveç se do të pim një kafe, gjithashtu do të shtrojmë tema të rëndësishme, do të diskutojmë për problematika të ndryshme, tematika sociale, aktuale dhe kështu me radh, me personazhe të ndryshëm, të njohur dhe më pak të njohur, rreth temave të cilat ne do t'i përcaktojmë. Meqense fëmijët vinë pa manual, ne prindërit shpesh përpiqemi që të gjejmë mënyra se si të rrisim fëmijë sa më të shëndosh mendërisht, me vetbesim dhe të suksesshëm. Dhe pikërisht mirërritja e fëmijëve, mënyra se si ne sot prindërojmë, është tema të cilën do ta diskutojmë sot me psikologen Zana Miftari Reka. Përshëndetje Zana dhe faleminderit që pranove të jesh sot në emisionin tonë. Përshëndetje Vleron, faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit që je edhe ti sot këtu me ne, meqense emisioni është i pari, e pim një kafe bashk. Më trego pak për rutinën tënde. Zakonisht kur themi e pim një kafe bashk, në një kafe diskutojmë, flasim tema të rëndësishme, flasim tema diskutimi që ne na shqetësojnë apo e ndajmë edhe një gëzim. Zakonisht në ritualet e tua me kafen, çfarë diskuton më tepër me mikeshat, me familjarët? Bleron, unë kafen e mëngjesit kam qejf ta pi vet. Kjo është, domethënë, kjo është ai ndoshta nuk jam ndonjë që e pin kafen tepër, po në mëngjes e përdori atë kohë për vete, meqense ne psikologët e kemi pak ditën e ngarkuar, kështu kur punojmë, veçanërisht kur punojmë në aspektin e punës me klientët, ashtu që atë kohë janë ndaj vetëm vetes. Nuk them se nuk kam kohë kur kaloj me shoqe, me miq edhe kështu me radhë, po ato janë si të them ekstra, shtesë janë. Asaj përket kësaj pjesës mëngjesit e preferoj ta kaloj vet, ta kem një lloj reflektimi, një lloj planifikimi rreth ditës, edhe thjesht më kënaqen ajo pjesë ashtu. Ke nevojë ndoshta për një reflektim, siç e the, për qëndruar vetëm. A ndikojnë psikologët nga problematika që ngjojnë nga pacientët e tyre, pacientët ose klientët, si mund ta themi? Patjetër. A i thithin ato shqetësimet që ndoshta dëgjojnë? Shif, ne kemi një përparësi ne psikologët. Ajo është që ne psikologët i kemi psikologët tonë. Domethënë, kemi ato terapistët tonë, të cilët neve na mundsojnë që ta lirojmë veten nga gjithë ato ndikime nga jashtë që na vijnë nga klientët. A ndikohemi, patjetër, njerëz jemi edhe kemi emocione si krejt tjerë, domethënë nuk jemi hiç më ndryshe se sa ato që na vijnë tek ne. Kemi edhe ne problematika, kemi edhe ne situata edhe përvoja që nuk janë të bukura, situata të hidhura, humbje edhe kështu me radhë, por edhe ne punojmë me veten edhe kemi mënyra se si i lirojmë ato përvoja për vetes. Po. Të ndalemi tek tema të cilën e kemi përzgjedhur për sot, do të flasim pak për prindërimin, si prindërojmë ne sot dhe një krahasim me atë se si është prindëruar para 20 apo 30 vitesh. Tash kur e nisi këtë temë të flasim edhe kur ndëgjum për temën se çka do ishte mirë ta diskutojmë sot, para më duheshte pak kohë distancohem nga ai roli jem si prindër. Domethënë unë jam prind vet, edhe prind, edhe psikolog. Tash do mundoj sa më shumë që mundem, siç tha e parës, ndikoheni, po ndikohemi, do mundoj sa më shumë që mundem ta ceki aspektin profesional në këtë temë. A ka dallim ndërmjet prindërimit para 20-30 viteve edhe sot? Tash më ktheve në atë fëmirin time, para 30 viteve unë kam qenë moshën e djalit tim. Dallime ka që unë e ti të trim të flasim 2 ditë, jo vetëm një podcast, po a ka ngjashmëri një ngjashmëri e cila më kujtohet edhe e cila shumë pengon. Më vjen keq ta them këtë, ndoshta pedagogët, ndoshta mësimdhënësit pak nuk e di se do ta pranojnë këtë. Sistemi edukativ arsimor nuk ka ndryshuar hiç. Domethënë s'ka pas asnjë ndryshim. Duke marrë parasysh prej ative kushteve fizike të institucioneve edukative arsimore deri tek materiale që ende janë të njëjtat si kemi pas ne para 20-30 viteve, ashtu edhe ato sot. Kjo ndikon shumë tek fëmijët. Ndikon në demotivim,
Pse? Sepse sot ai dallimi kryesor, dallimi që është më i theksuar mes nesh edhe fëmijëve tonë sot, kthehem personalisht pra tek Zana edhe fëmiu im, është teknologjia e cila zhvillohet me një hof të madh, edhe fëmijët kanë shumë informata. Edhe të themi sot se informata është, nëse mund ta them kështu, se disa do të gaboj, ndoshta produkti më i lirë i mundshëm që e kemi në treg. Me një klik në çdo mjet teknologjik i kemi të gjitha informatat aty. Fëmijët i kanë para vetes. Ashtu që kjo ndikon tek fëmijët në atë aspektin që nuk janë të motivuar, ta ndjekin mësimin, thjesht të shkojnë në shkollë. I shoh se shumë fëmijë që cilët paraqiten mundojnë të ikin procesit edukativ arsimor. Çka është tjetër që do ishte e rëndësishme është thjesht një dallim i madh gjithashtu paraqitet edhe në stilin e prindërimit. Tash nëse kthehemi te ajo periudha më herët e moshës time, besoj se shumica e prindërve e kanë ndjek atë stilin autoritarian të prindërimit. Cili është ai stil? Ku prindi thotë do e bëj kët, edhe pik. Pse? Sepse unë them. Nuk ka shumë diskutim, nuk është sqarim. Nuk jam duke e lavdëru këtë stil prindërimi. Pse? Sepse fëmia ka nevojë të ndigjon. Okej, pse duhet ta bëj këtë? Cila është dobia e kësaj ose pse nuk duhet ta bëj këtë? Cili do ishte dami për mua? Mirë po, ato prindër të cilët janë rrit si fëmijë në atë stil prindërimi, çka ndodhen? Nevojat që ngelin të paplotësuara, edhe shkaku i nevojave të paplotësuara ato tash kur i rrisin fëmijët e vet, i plotësojnë ato nevoja nëpërmjet fëmijëve, ashtu që fëmijëve ju japin një liri totale, që ne përndryshe i thuhem ai stili liberal apo tolerant. Po edhe tolerant, po nga ana tjetër ka edhe një stil i cili është edhe më i rrezikshëm se kjo do të ishte ai stili neglizhent, ku komplet fëmijës i lejohen të gjitha sendet, duke veçanërisht në aspektin material, sepse prindërit që janë rrit para 20-30 viteve kur kanë qenë fëmijë, normal që kushtet ekonomike kanë qenë ndryshe, kërkesat kanë qenë ndryshe. Sigurisht edhe nevojat kanë ndikuar. Megjithatë, me që jemi këtu, do doja të të pyes, a imitohet stili i prindërimit? Nga prindi, do të thënë nga prindi tek fëmia pastaj. Po, fëmia shive, ka shumë mënyra se si ne mësojmë. Fëmia mëson sipas modelit. Edhe unë këtë e them gati se në shumë vende ku kam fol për prindërimin edhe për rritjen e fëmijës, shpesh e përsëris këtë. Fëmia mëson sipas modelit. Këtë ka të mësuarin primar. Prandaj është shumë e rëndësishme se çfarë stili ne do i japim fëmijës tonë, edhe çfarë nesër do manifeston ai. Por ta kemi një sen parasysh, që sado që të mëson sipas modelit, ndonjëherë fëmia din të mëson edhe atë pjesën, për shembull, këtë nuk e pëlqej tek prindi im. Edhe nëse këtë nuk e pëlqej, unë nuk e bëj. Nuk e bëj tek fëmia. Domethënë, përsëri kjo është sipas modelit. Por themi një model i kundërt i asaj se si është prindër. Këtu më kujtove autoren Elif Shafak, në një roman të saj e ka një personazh që thotë të gjitha mësimet që më jepte nëna ime në Turqi, unë sot pas kaq vitesh ja jap po të njëjtat vajzës time në Amerikë. Pavarësisht që kanë ndryshuar vende, kanë ndryshuar mentalitete, megjithatë stili i prindërimit vazhdon që të jetë ai që ka pasur apo që e ka trashëguar nga nana. E vërtet. Do doja pak tani të ndalem edhe tek sfidat kryesore, pavarësisht të përmendëm në teknologjinë, po cilat janë ato sfidat që apo edhe faktorët që ndikojnë në një prindërim që ndoshta nuk është aq i suksesshëm? Unë mendoj se sfida më e madhe tek prindët tash është, mundoj ta ndaj veten nga i qenurit prindë, është balansimi në çdo sferë të jetës. Balansimi në aspektin e përdorimit të teknologjisë. Kërkush nuk thotë se teknologjia është gjithçka negative aty. Domethënë na duhet teknologjia, është një mjet i cili ne duhet ta përdorim për të mirë, edhe kemi shumë aspekte pozitive. Po që në moment kur çdo gjë teprohet, edhe uji që e pim, nëse teprojmë edhe ajo na bën dëm. Sot sfida më e madhe e prindve është ta balansojnë një lloj përdorimin e teknologjisë, ta balansojnë, domethënë, harxhimet, kostot e jetës që janë shumë të larta tek fëmijët, ti balansoj kërkesat të cilët fëmijët i kanë.
që normal edhe atyve ju imponohen edhe prej rrethit, kur ato dalin me një rreth shoqëror ku takohen me fëmijët me stile të ndryshme, që janë të rritet me stile të ndryshme të prindërimit, infektohen, themi në thojza njëri prej tjetrit, edhe pastaj ato kërkesa i parashtrojnë në shtëpi, duke mos e pasur parasysh fare se sa është prindi, sa e ka të gatshëm ti plotson ato kërkesa, pikërisht. Ashtu që definitivisht do t'i shandalke kjo pika ku duhet prindi të vendon një homeostazë edhe thjesht derisa e rritën një fëmijë çdo herë sendet i mban në peshore. Po, a e ka të vështirë ose sa të vështirë e ka një prind që ta gjejë një mes të artë mes disiplinës që dëshiron ta ushtrojë te fëmia dhe dashurisë? Këto të dyja të shkojnë bashkë, Bleron. Shkojnë bashkë. Shkojnë bashkë, po, nëse mund ta gjejmë mënyrën, nëse e aplikojmë mënyrën e duhur, këto të dyja të shkojnë bashkë. Po çdo herë është e rëndësishme ta kuptojmë se fëmijët tonë, nëse janë të vogël, jo që nuk kuptojnë. Thjesht duhet t'ju flasim. Megjithatë shpesh din që ta shfrytëzojnë atë dashurinë që ne e kemi për ato për të arritur qëllimet e tyre. Prandaj doja ta prek këtë pikë. Sa e kemi të vështirë për të disiplinuar fëmijët, për të mbajtur një qëndrim pavarësisht asaj ndoshta që edhe do duam t'u plotësojmë disa dëshira, por që parimet nuk na lejojnë. Komunikimi është çelësi i çdo gjaje, më thënë. Çelësi i suksesit është në komunikim. Nuk është lehtë të jesh prind, po unë e them edhe këtë, prind bëhemi kur na lindën fëmijë. Po. Jo se kemi qenë prind më herët. Edhe ne mësojmë bashkë me ato. I mësojmë të gjitha fazat, e mësojmë atë fazën kur ato janë foshnjë, se si duhet kujdesemi për ato. Gabojmë. Vazhdojmë, i përmirësojmë gabimet edhe vazhdojmë më tutje. Gjithashtu kur rriten, faza e adoleshencës, e cila është faza e pubertetit edhe adoleshencës, që mendoj se është mendoj sepse unë fëmijët i kam në moshën e adoleshencës edhe pubertetit, edhe është një periudhë goxha sfiduese për prindërit që të parashtrojnë, domethënë, një ambient ku do t'i ruajnë parimet e veta, po gjithashtu edhe fëmia mos jetë i dëshpëruar nga çdo gjë. Kur vendosen parimet, është mirë vendosen në aspektin në kontekstin familjar, si. Që kështu si jemi ulur në tin tavolinë, ashtu tulemi edhe me fëmijët, edhe me bashkëshortin, domethënë familjarisht tulemi dhe themi, "Ok, këto sende duhet shkojnë kështu." Pse? Sepse. Shkak pasoj sendet, i lidhim. Edhe fëmia ta kupton, edhe ti mundsojmë fëmijës thjesht që të parashtron pyetje. Është një mbledhje familjare që duhet bëhet, edhe kjo është diçka që duhet bëhet shpesh në familje. Duhet të ekzistojnë ato momente, qoftë në tryezën e të ngrënit, po e bukës, ku do ulemi bashkë, ku është ai momenti ku mund të flasim shumë sende, po është shumë e rëndësishme që komunikim të ekziston, komunikim i shëndosh ndërmjet fëmijës edhe prindit, edhe nga tjetra anë, kur them komunikimi shëndosh, është shumë e rëndësishme që fëmijës t'i tregojmë se si ndjehemi ne kur ai nuk i ndjekën ato parimet tona. Sa e vështirë është që ti jesh model për fëmijët? Nëse e ndjekën veten tënde autentike, nuk është e vështirë. Fëmijët a e kanë vështirë ta ndjekin modelin e prindit? Përsëri, nëse jemi autentik, të sinqert, e nëse komunikojmë me fëmijët tonë pse i bëjmë disa sende, nuk është e vështirë. Tash nuk them se nuk është e vështirë. Prindërimi është profesion, themi kështu, i cili nuk paguhet asnjëherë se nuk mundet të paguhet, nuk ka si. Po që duhet t'i tregojmë fëmijës përse vendosim të shfaqim në sjellje. Çka është ajo që neve na pengon tek fëmia? Çka është edhe po jo vetëm çka na pengon neve. Ndonjëherë duhet tulemi me fëmijën të thomi, "Ok, çka është ajo që të pengon ti tek unë?" Duhet ta pranojmë edhe mendimin e palës tjetër. Bleron, është shumë e rëndësishme ti tregojmë fëmijës se ne gabojmë. Se gabimi, se ne jemi njerëz, se në shit e fëmijëve tonë, njëjtë si tash të kthej edhe ty në familjen tënde. Prindërit janë perfekt. Janë vetmia dritare e sigurt drejt botës. Mirëpo, pikërisht atë duhet ta thejmë tek fëmijët duke u rrit ato. T'ju tregojmë se ne nuk jemi perfekt, ne gabojmë, edhe gabimi është shumë legjitim, edhe ti do të gabojsh, do e përmirësosh gabimin, edhe në këtë mënyrë ne ju themi fëmijëve, e dini çka, gabimi është mësuesi më i mirë i jetës. Ashtu që do të gabojmë, do t'i përmirësojmë edhe do vazhdojmë.
Edhe një pyetje të fundit për prindërit dhe pastaj të ndalemi pak më shumë te fëmijët dhe te mirëritja e tyre. Zakonisht si mundet të ndikojmë ne prindërit që të balancojmë atë mirëritjen emocionale të fëmijëve dhe të rrisim vetbesimin tek ta? Ajo që unë e vërej shumë shpesh prindërit mundojnë në maksimum që të kenë fëmijë të lumtur. Sikur lumturia është qëllimi, ku ta di unë, absolut të cilët duhet ta mrim. Nuk është e vërtetë ajo. Ne duhet të mësojmë fëmijët që kur themi emocionalisht të shëndosh, ti përjetojnë të gjitha emocionet. Ne nuk mund të ikim prej frikës, nuk mund të ikim prej pikëllimit, nuk mund të ikim prej zemrimit, hidhrimit, to janë emocionet tona, përveç gëzimit edhe lumturisë edhe ku ta di unë dashurisë, edhe gjitha ato ai spektri emocioneve që bëhet në kombinim prej këtyre bazike që janë. Ne duhet të mësojmë fëmijët tonë që këto emocione ekzistojnë, edhe këto emocione na ndihmojnë neve që të ballafaqohemi me sfidat e jetës, ballafaqohemi me botën. Emocionalisht i shëndosh është ai fëmijë i cili shprehen emocionet e vet. Do i shprehen atëherë kur prindi i shprehen emocionet e vet. Shpesh takohemi me prindër të cilët kanë pësuar ndonjë humbje, edhe pastaj kur pyetet prindi, a ke qaj ndonjëherë bashkë me fëmijën? Jo. Si qaj para fëmijës, nuk është rregull, ai unë duhet të tregohemi fort ose e fort, unë zguxoj. Forca është pikërisht ta shprehish emocionin tënd, nuk është forca ta mbyllish atë. Se në këtë mënyrë ne japim mundësi fëmijës që edhe ai të shprehet kur është keq. Edhe të folën me ne, edhe ne jemi kur ne jemi gjithmonë të fortë, ne nuk jemi për fat keq e humbim pozitën e vendit të sigurisë tek fëmia. Nuk e ndjejmë vendin e sigurt tek ne sepse ai s'u shprehen veten. Kështu që është shumë e rëndësishme që prindi të shprehet atë që ndjen. Okej, unë sot ndjem keq, më ka ndodhur kjo, edhe unë sot du të qaj, edhe unë do qaj sot. Do t'i manifestojmë ndjenjat. Do t'i manifestojmë ndjenjat, edhe japim fëmijës sqarim. Për çfarë arsye unë jam duke qajt, ose për çfarë arsye unë jam e lumtur, ose për çfarë arsye unë, ku ta di, unë jam nervoz sot. Me rëndësi është fëmia ta din edhe ta kupton që okay, është në rregull të shprehi unë emocionet e mia. Ndalemi pak tek bullizmi, një fenomen mjaft i përhapur. Kohëve të fundit vërej një vetëdijsim, duke qenë se edhe në kronikën e zezë kemi shpesh raste kur prindërit denoncojnë për dhunë mes bashkëmoshatarëve, por edhe për bullizmin. Si mund ta kuptojmë që një fëmijë është pre e bullizmit apo ndihet i bullizuar ne si prindër? Para pak do isha ndalë të ajo bleron se çka është bullizmi. Domethënë nuk është, ajo është dhunë. Është dhunë. Nuk është zank, nuk është kacafyqje, nuk është mosmarrveshje, është dhunë që do të thotë se tash nëse flasim për bullizmin, është dhunë e cila paraqitet në shkollë. Këtu një nxanës, themi, një fëmijë i cili është dominant, qoftë në aspektin fizik, qoftë në aspektin psiqik, qoftë në aspektin ekonomik, i cili është më dominant, tregon dhunë ndaj një fëmije i cili është më pak dominant. Po. Edhe ajo dhunë është gjithmonë në atë relacion, ai nxënës me nxënësin tjetër. Do të thonë është dhunë e vazhdueshme. Kjo quhet bullizëm. Jo çdo zankë e cila ndodhet ndërmjet fëmijëve që është normale, ajo nuk është bullizëm. Ajo është thjesht zank, mosmarrveshje dhe kështu me radhë. Bullizmi, për fat keq, në kohën e fundit është shumë i përhapur për institucionet edukative arsimore, veçanërisht kur I marrim këto klasat e larta të shkollave fillore, edhe shkollat e mesme. Aty është shumë prezente. Është me rëndësi shumë të flasim me fëmijën tonë. Para t'ju tregojmë se çka është ajo. Nuk guxon fëmia të jetë në shkollë dhe mos e di se çka është bullizmi. Nuk guxon ajo t'i ndodhe asnjë prindi. Nuk guxon t'i ndodhen, tash ta kuptojmë edhe një sembleron se kur ne fëmia jon nisën në shkollë, me automatizëm ne nuk jemi modeli vetëm I atij fëmie. Po. Sepse fëmia rritet me një trekëndësh. Cili është ai? Prindërit, rrethi social edhe vet aktivizimi I tij në ato relacione. Me automatizëm aty model bëhen edhe mësimdhënësit. E tash nëse mësimdhënësi është model, atëherë se mësimdhënësi duhet është, si them, kur është në pyetje bullizmi, është dëshmitari I parë se sa çka ndodhen aty, edhe është I pari I cili duhet të jetë prezent, të tregon, të sheh se çka është duke ndodhur.
prindërit në atë moment nuk janë me fëmijën. Ashtu që komunikimi ndërmjet mësimdhënësit edhe fëmijës edhe prindërit është shumë i rëndësishëm. Si ta vërejmë ne si prindër ose si ta vërejmë prindi fëmijën se është duke kaluar një dukuri të tillë, duhet paraqofim çfarë ndryshime në sjellje ka. Zakonisht ato fëmijë të cilët janë të bulizuar bëhen më të tërhequr. Pastaj më të heshtur. Gjithashtu edhe kundërta mund ndodhen, bëhen më agresiv. Domethënë, janë të gjitha ato devijime të sjelljes, të cilat më herët tek fëmia nuk I kemi vërejt. Lehtë është të vërehet bulizmi kur flitet në aspektin fizik. Domethënë, bulizmi, dhunë, konfrontim, shifet tek fëmia ose do vjen me mavjosje ose ku ta di unë me tesha të grisura ose ku ta di, ka mënyra ndryshme, ato janë sende fizike që mund t'i vërejmë. Problemi më I madh shfaqet kur është dhuna psiqike. Ke dhuna psiqike, bazohemi pikërisht tek ato devijimet e sjelljes, ku nuk janë të zakonshme për fëmijën. Si duhet pozicionohen prindërit në këtë rast dhe sa bashkëpunojnë në këtë rast e prindërit, institucionet shkollore, qoftë psikologet ose pa marrë parasysh? Prindi në këtë aspekt para duhet mos bën asgjë pa lejen e fëmijës. Domethënë, çdo hap që don ta ndërmerr prindi në aspekt kur fëmia I rrëfehet se është duke kaluar diçka të tillë, çdo hap që do e bën është mirë të konsultohet me fëmijën. Sepse përsëri, prindi do jetë në shtëpi, ai fëmijë mundet pastaj të kalon në për procesin e hakmarrjes, pse ke tregu. Domethënë, çdo gjë duhet jetë në bashkëpunim me fëmijën. Para ky relacion duhet të sigurohet. E dyta, relacioni me mësimdhënësit, edhe pastaj relacioni me administratën apo udhëheqësinë shkollore. Kjo është idealja. Çka është ndodh në për shkollat tona? Më vjen keq të them që shumë pak këto relacione mirë mbahen. Problemi më I madh këtu është tek prindërit, ku nuk ka komunikim, për shembull, nëse njëri prindi ankohet prindit tjetër për fëmijën e tij, çdo kush e mbron fëmijën e vet. Jo, fëmiu im nuk e bën. Fëmiu e bën, këtë duhet ta dini. Fëmiu dallon prej asaj se si sillet në shtëpi dhe si sillet në një rreth social. E ka patjetër dallon, jo se atë e bën me qëllim, e ka patjetër dallon që të përshtatet me rrethin. Në procesin e përshtatjes, ndonjëherë fëmia gabon. Po unë çdo herë them një sen, dhunuesi, ai I cili bullizon, ai I cili dhunon, dikundi është I dhunu ose është dëshmitar I dhunës. Edhe shef dhunën si komunikimi më I suksesshëm. Edhe këtu duhet ta shohim se edhe dhunuesi dikundi është viktim. Megjithatë, në këto raste kur ne shpesh qoftë edhe prindërit apo edhe psikologët diskutojnë me fëmijët, zakonisht pjesën më të madhe e bëjnë prindërit, komunikojnë, megjithatë sa e marrin guximin për t'u drejtuar në psikolog tek ato tek adoleshentët për shembull, se të miturit është një tjetër fazë ndoshta, por tek adoleshentët. Atë ka rënë rasti? Po, për fat të mirë, popullata ka filluar të vetëdijsohet për rolin e psikologut në këto situata, edhe në shumë situata tjera. Edhe po, kërkojnë ndihmë, ndonjëherë kërkojnë edhe vetë fëmijët ndihmë. Edhe pa mos e ditë prindi që fëmiu është I bullizuar, kërkon thjesht një bisedë me psikologun. Po që mos vjen puna deri aty që të kërkon fëmia ndihmë, është me rëndësi që organet shkollore të punojnë në atë aspekt që ta prevenojnë dhunën. Edhe të ekzistojnë për shembull psikologët shkollor, mundet të organizojnë punëtori të ndryshme për bullizmin, edhe ka tash në për shkolla e kanë vërejtë se kanë filluar të bëjnë ato organizime, ku do të folet me fëmijët se çka është bullizmi, se shumica e fëmijëve nuk e dinë vleron. Nuk e dinë se çka është bullizmi. Mendojnë se ajo është nëse dikush ngacmim, normal është, ajo ngacmon normal është. Po që e kuptojnë aty edhe njerë kur kam qenë në një shkollë të mesme dhe pikërisht kemi trajtuar temën e bullizmit, edhe
është shumë interesant se disa fëmijë janë në shkollë mesme, ato janë më adoleshentë, janë në një moshë ku janë as të rritur e as fëmijë. Edhe fillon të paraqiten, po unë kam qenë i bullizuar. Unë nuk e kam ditë se kam qenë i bullizuar. Domethënë, fëmijët vetëdijsohen në atë moment. Vetëdijsimi është kyç këtu, nëse duam të arrijmë sukses. Në prevenimin e bullizmit është e rëndësishme të vetëdijsojnë fëmijët se çka janë duke ta kalu, edhe se po çdo problem ka zgjedhje, edhe kjo mund zgjidhet, edhe duhet kërkohet ndihmë. Si psikologe, si mund t'i mësojmë fëmijët që të mbrohen, po të mos bullizojnë në rastet kur ato janë prej bullizimit? Kjo përsëri ndërlidhet me atë pyetjen paraprake që më tha çka duhet ne të bëjmë. Për t'i lanë për t'u mundësu fëmijëve që pa dhunë ta zgjedhin dhunën, duhet para ne të jemi për krahje e fëmijëve, sepse fëmia ka nevojë për dy sende prej nesh, ka nevojë përveç dashurisë që çdo prindje ofron fëmijët vet, ka nevojë për mbështetjen edhe për prezencën. Edhe vetëm ta dije, e diçka, unë jam këtu për ty. Jo vetëm prej prindit, po ka nevojë prej mësimdhënësve ta ndëgjon këtu. Unë jam këtu për ty. Domethënë, ta dije se fëmia nuk është vet, edhe në atë mënyrë ai e merr guximin që me komunikim të mundon ta zgjedhë një problem. Po përsëri këtu duhet të ekzistojnë edhe ndërmjet prindërve marrëveshje, edhe me mësimdhënësit marrëveshje, edhe me këto administratën shkollore, me psikologun, me pedagogun edhe kështu me radhë. Janë shumë hallka të cilat duhet funksionojnë mirë. Po, janë shumë hallka, po për fat keq, rrallë ndonë që të gjithë këto hallka të lidhen edhe të formojnë një zinxhir ku do të prevenohet diçka. Ashtu që në shumicën e rasteve shkojmë në trajtim sesa në prevenim. Atë që tjetër duhet ta ceki për bullizmin është që duhet të mësojmë fëmijët të kenë një komunikim të shëndosh. Si është atje thash edhe më herët, çfarë është komunikimi i shëndosh? Komunikimi i shëndosh është ajo kur them unë tash do të marr si shembull me leje Bleron, të them për shembull, Blerona kur ti e bën kët, unë u ndjeva keq. Domethënë, t'ja tregojmë fëmijët tjetër se si më bën të ndjehem ti në atë moment, shokut apo shoqes. Kisha pas dëshirë që ta bësh kët. Domethënë, thjesht ta shprehim ndjenjen tonë, ta shprehim dëshirën tonë. Edhe ti mësojmë fëmijët që ta shprehën ndjenjen edhe ta shprehë dëshirën. Edhe definitivisht po për fat keq, shpesh ndodhen që kur prindërit nuk kanë zgjedhje, atëherë si thuan fëmijët, zgjidhe si dish. Ose ktheje. Po. Edhe një pyetje të fundit për gjithë ato adoleshentë apo të mitur që ndoshta po kalojnë një periudhë bullizmi nga bashkëmoshatarët. Si duhet ta kalojnë këtë, pavarësisht komunikimit me prindërit apo edhe me psikologët? Çfarë ju sugjeron? Për fëmijët, adoleshentët, sugjerimi nuk mund të bëhet në këtë mënyrë, Bleron. Se atë që e përjeton personi në fjalë, ai i cili është viktima, është shumë individuale. Ashtu që kjo është diçka të cilën duhet të shihet se pikë së pari, pse ai fëmijë është aq i prekshëm? Se ndodhen ndonjëherë viktimat zakonisht janë persona që janë të mbyllur edhe janë të prekshëm, janë emocionalisht të ndjeshëm, po. Duhet punohet para individualisht me atë fëmijë, ku aty fëmiu do t'i forcohet vetbesimi, sepse bullizmi shkon në atë që ti ulet vetbesimi dikujt. Domethënë duhet t'i forcohet vetbesimi, edhe është e rëndësishme që të ketë punë individuale para me psikologun, edhe ta kërkon ndihmën që t'i ofrohet ajo ndihmë. Prandaj që të mund të sugjerojmë diçka globale se si duhet sillen ato, se çka duhet bëjnë. Domethënë ndonjëherë ne themi duhet jemi të qetë, duhet tolerojmë, duhet thjesht ta injorojmë dhunuesin, nuk ndihmon kjo Bleron. Kjo nuk është diçka që ndihmon. Kjo është diçka që ne duhet ta shohim taj fëmijë, pse ai fëmijë është emocionalisht aq i prekshëm, po edhe kur do të forcohet vetbesimi i tij, vetqëndrimi i atij fëmije do ta ndron qasjen e të tjerëve ndaj tij. Ashtu që kjo është shumë individuale, edhe aq që do ta kisha apelu, të kërkohet ndihmë. Kërkohet ndihmë edhe trafehen ato fëmijë. Zana, unë të falenderoj shumë që ishe sot me mua, ka qenë një bisedë mjaft e këndshme. Shpresoj që do të kemi rastin të zhvillojmë edhe biseda të tjera, intervista të tjera për tema të saktuara apo diskutime të cilat janë të nevojshme për shoqërinë tonë dhe për të reflektuar.
Faleminderit shumë edhe ty për ftesën, Bleron, ishte kënaqësi të jem këtu, ta pim një kafe bashkë edhe unë e ti më në fund. Edhe të uroj shumë suksese në këtë emision edhe në vazhdimsi. Shumë faleminderit. Atëherë teleshikues të televizionit Koha, ishim bashkë me emisionin e Pim një kafe bashkë. Ne do të takohemi sërish javës tjetër me një tjetër të ftuar dhe me një tjetër temë diskutimi. Miru takojmë.